Diskutuar për situatën aktuale politike, zgjidhjes së cilës nuk I dha as aktgjykimi I gjykatës kushtetuese nga I cili kishte shpresë se mund të dilim nga ngërçi politik. Atëherë Gzim, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësi çdo herë. Faleminderit shumë. Gzim, gjithë kanë shpresuar që ky aktgjykimi I gjykatës kushtetuese do të japte një epilog situatës aktuale politike dhe përveç se nuk I la shumë diskutime dhe interpretime të ndryshme nga partitë e ndryshme. Si duhet ta kuptojmë këtë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese? Po në fakt, ideja është që nga fillimi do të theksuar se problemi në kuptim të konstituimit të kuvendit dhe formimit të institucioneve nuk ishte një problem kushtetues dhe nuk ishte një problem juridik, po morë parasysh se parti do të tentonin që ta ngresin në atë nivel, veçanërisht lëvizja vetëvendosur përmes këtij votimit të fshehtë. Problemi në rastin konkret është problem politik dhe që kërkon zgjidhje politike dhe ashtu e ka thënë edhe gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Sa I përket rastit në fjalë, fillimisht është shumë problematik ky aktgjykim I gjykatës kushtetuese, për shkak se e para çfarë na bie në sy në të njëjtin është tejkalimi I kërkesës. Do thotë, gjykata kushtetuese është pyetur për një vendim për refuzimin e themelimit të komisionit për votimin e fshehtë të kryetarit të kuvendit, ndërsa më pastaj kjo nuk ka vendosur përkitazi me atë çështje, mirë po ka vendosur përkitazi me seancën. Pra ka një kalim të kërkesës nga vetë gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Nuk është praktik që kemi hasur shumë shpesh në kaluarën apo çfarë? Është hera parë që gjykata lëshohet në të tilla konstatime apo? Nuk është hera e parë që gjykata e ka lënë kërkesën që I parashtrohet asaj. Mirë, po deri në këtë nivel është pothuajse hera e parë që e ka lënë kërkesën e saj. Për shkak se saktësisht mundemi me po. Në dispozitivin e këtij aktgjykimi nuk përmendet asgjë në raport me atë vendimin për të cilin ishte parashtruar kërkesa kushtetuese. Në anën tjetër, nëse shohim përmbajtjen e këtij aktgjykimi, tregon se ka pasur një mungesë të guximit profesional, për shkak se janë një sër çështjesh të cilat nuk I ka trajtuar. Fillimisht qëndrimi është se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Po thua që ka munguar guximi gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese për të marrë vendim dhe për ta sqaruar situatën? Ashtu duket nga përmbajtja, për shkak se ka shumë çështje të cilat gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës I ka përmendur me rrotulla, nëse mundemi me mirë, po nuk ka dhënë zgjidhje të prerë. Dhe këto bën pjesë do të thotë sikurse çështja e afatit të konstituimit të kuvendit, këto bën pjesë për shembull aspekti I votimit të fshehtë, çështje të tjera të cilat nuk ka arrit me I sqaruar gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Në shumë pjesë gjykata kushtetuese tregon se si partitë politike duhet gjejnë konsensus, duhet që të veprojnë në mirëbesim me njëra tjetrën, duhet gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve tjera, mirë, po kjo nuk është detyrë e gjykatës kushtetuese. Detyrë e gjykatës kushtetuese është zgjidhja e çështjeve kushtetuese, vlerësimi I kushtetutshmërisë së akteve të caktuara dhe jo thjesht bërja thirrje, nëse mundemi me thonë, se si duhet sillen partitë politike. Duhet theksuar se përderisa problemi është politik, edhe përgjegjësia duhet të lihet në nivel të politikës dhe duhet të ketë përgjegjësi politike, që më pastaj në zgjedhjet e radhës qytetari I Republikës së Kosovës ta vlerësoj vetë nëse një deputet duhet votuar ose jo. Për shembull, tash nëse shohim se si deputetët nuk arrin që ta konstituojnë veten, paramendojmë tash nëse ka zgjedhje të reja dhe një deputet shkon në një logje të caktuar dhe thotë do t'ja rregulloj këtë problem, përderisa ai dhe kolegët e tij nuk kanë arritur me konstituu vetë kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo çështje duhet më mbetë në nivelin e përgjegjësisë politike. Është fatkeqësi që në kulturën institucionale të Kosovës instrumentalizohet vazhdimisht gjykata kushtetuese. Në shumë palë zgjedhje kemi parë se krijohen ngërçe të ndryshme politike e më pastaj çështja referohet tek gjykata kushtetuese duke pritur që gjykata kushtetuese do të zgjidhë gjithçka. Dhe problematika është se nuk ka asnjë kushtetut në botë që përcakton në mënyrë decisive secilin veprim. Lihet do të thotë edhe margjina e veprimit të jetës politike dhe që nuk guxon gjykata kushtetuese në një farforme të instrumentalizohet dhe të përfshihet aktivisht në jetën politike në Kosovë. Po, dhe tani çështja kryesore këtu është gjykata ka dhënë afat prej 30 ditësh, por që gjatë këtyre ditëve është diskutuar çështja çka do ndodh pas 30 ditësh, pasi që nuk ka parashikuar pasoja. Çka mund të ndodhë tani gzim pas 30 ditësh në rast se nuk konstituohet kuvendi dhe a kanë legjitimitet ata deputet pas 30 ditësh nëse nuk arrin ta konstituojnë atë? Këtu është problemi. Këto është një problem tjetër, sepse përmend edhe 20 probleme.
E para është se gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës në pjesë të gjykimit thotë se nuk ka asnjë dispozit me të drejtë, thotë se nuk ka asnjë dispozit kushtetuese që thekson se mos konstituimi i kuvendit e çon vendin në zgjedhje. Në anën tjetër i jep afat Kuvendit e Republikës së Kosovës që të konstituohet brenda 30 ditëve, ndërsa nuk ka asnjë pasojë as materiale dhe as procedurale, që i bie është në nivel të deklarimit dhe rrjedhimisht ky akt gjykim nuk e ka fuqinë e krijimit të pasojave në rast se deputetët nuk veprojnë në këtë nuk e konstituojnë kuvendin brenda afatit prej 30 ditëve. Dhe këtu do të thotë është prap, çu më thonë, është një farë dispozitivi më tepër inkurajues që duhet që të themelohet brenda 30 ditëve dhe që nuk krijon pasojë të mëtutjeshme. Është e qartë që nëse deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e konstituojnë kuvendin brenda 30 ditëve, siç ka thënë gjykata kushtetuese, atëherë janë në shkelje të këtij akt gjykimi, rrjedhimisht janë në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. A dashur gjykata ta sqaroj këtë në këtë formë siç thua ti, që tua bëj decisive që janë në shkelje të Kushtetutës në rast se nuk e konstituojnë brenda 30 ditësh ajo? Për bindjen time, apo duhet kuptohet, për bindjen time, në rastin konkret nuk ishte fare çështje kushtetuese për të trajtuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Ajo çfarë u atakua në gjykatë kushtetuese ishte një vendim i pamiratuar, një vendim që të cilin deputetët vendosën që mos ta miratojnë dhe gjykata kushtetuese më pastaj duke e tejkaluar kërkesën që është parashtruar para saj, duke konsideruar tër seancën si akt kushtetues i cili mund të vlerësohet, kemi ardhur edhe deri tek situata të tilla. Mirë, po në mungesë të një pasoje specifike nuk është se bën zgjidhje në rastin konkret. Po e riteksoj, kuptohet se përgjegjësia do thotë u takon deputetëve për shkelje të Kushtetutës nëse nuk veprojnë brenda këtij afati. Mirë, po praktikisht është shkelje e Kushtetutës, është shkelje e interesave të qytetarëve dhe gjithë kjo kohë që ka kaluar deri tash, e që nuk është konstituuar kuvendi dhe që një institucion kushtetues nuk arrin që të kryejë mandatin e vet, nuk arrin që të përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe që qytetarët e vuajnë çdo ditë këtë mos. Megjithatë, a ka thënë këtë gjykata kushtetuese, sepse ka thënë që seancat e deri tanishme nuk kanë qenë në pajtim me Kushtetutën. Pra, u ka bërë me dije që në një farë forme kanë shkelur Kushtetutën në këtë formë se sa kanë vepruar deri më tani apo se? Në fakt janë një sër çështjesh, tash me qenë se gjykata kushtetuese vetëm se e ka konsideruar seancën konstituive si akt kushtetues i cili mund të vlerësohet pranë gjykatës kushtetuese, janë edhe një sër shkeljesh të tjera të bëra nga kryesuesi i seancës, zotri Dehori, që kryeson seancën si deputeti më i vjetër në moshë, e të cilat nuk janë përmendur nga ana e gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye ka një sër shkeljesh. Tash njëra prej çështjeve më qendrore, do thotë ndoshta edhe pse ka shkuar rasti në gjykatën kushtetuese, është çështja e votimit të fshehtë. Tash këto janë dy drejtime të interpretimit të kësaj çështje. Fillimisht gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës nuk e thot prerazi askund që votimi i fshet lejohet ose nuk lejohet. Përkundër faktit se kjo ka qenë kërkesa kryesore, apo jo? Realisht ky ishte pretendimi kryesor. Do thotë nëse e shohim edhe kërkesën, tentohet që të gjendet në farë lloj të gjendet një rrugë se si të çosemi në gjykatë kushtetuese për të u bërë vlerësimi nëse një votim i tillë është në përputhje me Kushtetutën apo në kundërshtim me të. Dhe tash, gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës nuk e thot prerazi këtë. E para, thot që askund në kushtetutë dhe askund në rregullore nuk përmendet nëse votimi për kryetar të kuvendit është i hapur apo i mbyllur. Tutje thot se votimi është organizuar duke u bazuar në praktikat paraprake. Tash, kur të mbërrim në një pjesë tjetër të akt gjykimit, thotë se deputetët duhet që të gjejnë zgjidhje duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, rregulloren e punës dhe praktikat e mëhershme. Që në një farë forme bën thirrje për referim në praktikat e mëhershme. Praktikat e mëhershme çdo herë kanë qenë, çdo herë që kryetari i kuvendit është zgjedh me votim të hapur dhe jo me votim të fshehtë. Mënyra e dytë e interpretimit për te kësaj është se është e kuptueshme që pa vullnetin e deputetëve nuk mund të ketë votim të fshehtë.
Dhe ne tash nga mënyra se si nga seoncat që i kemi po deri më tani dhe nga refuzimi i vazhdueshëm i partive ish opozitore, ne sot e shohim që nuk ka vullnet politik për të zgjedhur kryetari i kuvendit përmes votimit të fshehtë. Dhe në këtë situatë, në çdo variant votimi i fshehtë nuk mund që të zhvillohet tutje, duhet të ketë një votim të hapur dhe jo që të vazhdojnë shkelet e vazhdueshme të cilat e shohim nga kryesuesi i seancës zotëri Deori. Thjesht duhet që të procedohet tutje me propozim të kandidatit dhe votim të tij, duhet që të gjendet një zgjidhje politike për këtë situatë, nëse është e pamundur që partia të bëj marrëveshje politike me aktorët e tjerë për formën të institucioneve të kuvendit, qeverisë e tjerë, duhet që të tentoj të diskutoj edhe në mundësinë e ndryshimit të kandidatit e tjerë në mënyrë që të zhbllokohet ky proces dhe të kalohet në fazën tjetër të konstituimit të qeverisë, aty edhe ku fillojnë të rrjedhin afatet kushtetuese dhe që nëse nuk formohet qeveria, më pastaj rrjedhin afatet kushtetuese për që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të reja. Megjithatë, kryeministri i detyrë, i cili drejton partinë fituese në këtë rast, Gzim po thotë që ka bërë mjaftueshëm kompromis lëvizja vendosje, ka ofruar fillimisht që ose hidhet kjo çështja e votimit të fshehtë përmes votës, ose pas këtij votimit të fshehtë, nëse nuk kalon emri Arbulena Haxhiut, ata ndryshojnë kandidatin. A është ky kompromis i mjaftueshëm për të dalë nga kjo situatë apo Absolut jo. Do të thotë deputetët përmes mungesës në seanca, përmes pamundësimit të korumit, përmes mosvotimit realisht, po e tregojnë se nuk janë pro votimit të fshehtë. Dhe nuk mundet me thonë që po bëj kompromis se po thonë në të bëhet votimi i fshehtë. Në dy drejtime, gjykata kushtetuese përkundër faktit që e theksova më herët, që nuk e ka thonë prerëzi nëse është e lejuar apo e ndaluar, çështja e votimit të fshehtë e ka lënë një nën kuptim që duhet referuar praktikave të mëhershme, praktikat e mëhershme gjithmonë kanë qenë që kryetari të votohet me votim të hapur. E dyta, deputetët nuk po duan që të kenë votim të fshehtë dhe nuk kemi të bëjmë këto me kurfar kompromisi. Çështja e rendit të ditës për seancën konstituive, rendi i ditës tani më është caktuar, që është raporti mbi verifikimin e mandateve, betimi deputetëve, këto faza që kanë kaluar, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Tash, çdo devijim nga ky rend i ditës është në kundërshtim me rregullorën e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk ka mundësi shmangje nga ky rend i ditës. Thirrja për votim të fshehtë është thirrje për që të shkohet kundër vullnetit të deputetëve të Republikës së Kosovës dhe kundër rregullave, kundër praktikave të deri tanishme dhe kundër transparencës. Në asnjë rrethon do thotë këto deklarata janë kryesisht janë deklarata të pabazume që nuk e di çfarë qëllimi politik tentohet të arrihet, mirë po që nuk duhet të jetë kështu. Duhet të ketë një zgjidhje të sinqertë politike çfarë do qoftë në mënyrë që të zhbllokojnë institucionet dhe qytetarët mos të vuajnë pasojat vazhdimisht për shkak të mos konstituimit të institucioneve. Megjithatë, Gzim, nga ajo forma se si po thua që është lexohet kjo çështja e votimit të fshehtë, a duket që të dyja palët mënyrën se si interpretojnë në mënyrën e vet kanë të drejtë paktën mbas të kësaj se si e ka interpretuar gjykata kushtetuese apo si? Sepse tabori politik i opozitës thotë që është antikushtetues, vendosja thotë që është gjithçka në rregull me kushtetutën. E para është se derivon nga vetë përmbajtja e gjykimit një problematikë e tillë. Për shkak se sikur akti gjykimit ishte mjaftueshëm i qartë, nuk do kishte mundësi për interpretime të ndryshme, për shkak se qytetarët do ta dinin. Qytetarët dinë të lexojnë dhe thonë se çka ka thënë gjykata kushtetuese dhe ti e ke apo nuk e ke me drejt. E dyta është se kryesisht partia në pushtet është duke e interpretuar për qëllime të veta dhe në kuadër të kauzës së saj. Këta po thonë që lejohet votimi i fshehtë, mirë, po kërkon nuk e ka thonë as gjykata që lejohet votimi i fshehtë. Po e ripërsëris, ka thënë që duhet gjendur zgjedhja në përputhje me kushtetutën, rregullorën dhe praktikat e mëhershme që çdo herë votimi ka qenë i hapur. Mirë po, edhe sikur të lihe një mundësi që votimi të ishte i fshehtë,
prapë kjo është në vullnetin e deputetëve. Deputetët nuk po duan votim të fshet. Pro, përkundër kësaj që ka thonë gjykata kushtetuese, edhe sikur të lejohej, kjo nuk do të mund të ndodhte pa vullnetin e deputetëve e i cili vullnet mungon brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Po, dhe gëzime po gjithashtu që në këtë takimin e liderëve nuk pati rezultate konkrete dhe tashmë ka një thirrje edhe nga presidentja e Kosovës për takuar liderët. E dim që edhe në thirrjet e kaluara presidentes nuk ka gjetur një konsenzus. A do duhet ndoshta në këtë takim presidentja të kërkonte një konsenzus që t'i drejtoj gjykatës kushtetuese për ta sqaruar tutje apo çfarë tani? Nuk shoh që ka diçka tutje se çfarë të sqaroj gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese ka sqaruar se mos konstituimi i kuvendit nuk e dërgon vendin në zgjedhje. Dhe ka bërë thirrje, përkundër që nuk është në rolin e saj sidoqoftë, ka bërë thirrje që partitë politike, deputetët të marrin përsipër përpjekjet për të gjetur një kompromis për formimin e institucioneve. Nuk ka ndonjë dispozit këtu diçka të paqartë që do të ngreste nevojën. Nuk i ka metur presidentes ndonjë pyetje shtesë që do të mund ta sqaronte situatën? Absolut jo. Për ma tepër çështja e ngritjes së pyetjeve pranë gjykatës kushtetuese, gjykata kushtetuese një kohë e kishte ndjekur praktikën që përgjigjej në pyetje të drejtuara. Tashmë e ka ndalur këtë praktikë, ka ndryshuar praktikën e saj dhe ka thënë se nuk përgjigjem në pyetje, mirë po vetëm në bazë të procedurave të përcaktuara sipas jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese për të vlerësuar ligje, vendime apo akte të tjera çfarë do qofshin, mirë po jo thjesht dhënia e përgjigjeve në pyetje abstrakte të cilat parashtrohen. Për këtë arsye, sipas praktikës së gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, presidenti i Republikës së Kosovës nuk ka mundësi që të dërgojë pyetje në gjykatën kushtetuese. Dhe aspekti tjetër është që nuk ka, po e ritheksojmë, nuk ka ndonjë problem përkundër faktit që po tentohet që kjo pabërgjithësia e tyre politike të shihet si problem kushtetues, që nuk e ka rregulluar kushtetuta, nuk e ka rregulluar ligje etj, mirë po nuk ka kushtetut në botë që rregullon çdo pabërgjithësi politike që mund të krijohet. Partia më e madhe e ka përgjegjësinë kryesore dhe definitivisht se duhet bëj kompromis, duhet bëj zgjidhje për të proceduar tutje, qoftë edhe në kuptim të ndryshimit të kandidatit, arritjes së marrëveshjeve politike etj, dhe jo që ta mboj peng kuvendin e Republikës së Kosovës përmes një kandidati të caktuar dhe përmes shkeljeve të vazhdueshme për thirrje për të votuar komisioni për votimin e fshehtë të kryetarit të kuvendit. Ftesa e presidentit të Republikës së Kosovës është një ftesë normale që vije brenda kompetencave të saj si përfaqësuese e unitetit të popullit që supozohet që përfaqëson një sipas kushtetutës një neutralitet politik dhe që të tentojë të bëjë thirrje liderëve që të arrijë një marrëveshje për debllokimin e situatës dhe për funksionalizimin e institucioneve. Po, megjithatë nëse nuk arrin gjitha këto, ky kompromis siç po thuati, ndrimi i emrit të kandidatëve të tjerat, është opsion edhe kjo ideja që partitë tulen të flasin për datën e zgjedhjeve dhe ta konsultojnë kuvendin vetëm për shkuar pastaj në zgjedhje, a mund të edhe ky si opsion dhe përse nuk po diskutohet më shumë ndoshta kjo? Definitivisht se po, tash për shembull ne jemi tash në situatë që gjithçka ka mbetur e bllokuar dhe çdo 48 tetor përmendet kjo, do të thonë se edhe prononcimet e deputetëve nëse ishe janë parafërsisht të njëjta. Kjo çështja 48 tetorëve është ideja që nuk është ideja që më jep pauz deputetëve, po ideja që brenda aty në 48 tetorëve këta më bëjnë përpjekje që pas 48 tetorëve më shku dhe me konstituu kuvendin. Dhe du t'jetë përjashtim dhe ju rregull. Mirë po do thot janë ose duhet që të zhbllokohet situata dhe të shkohet drejt formimit të qeverisë, ose duhet të ndjeken formalitetet e nevojshme qoftë në kuptim funksionalizimit të kuvendit etj, për të shkuar drejt zgjedhjeve të reja. Mirë po që në këtë situatë në cilën jemi kur kemi një kuvend që nuk mundson deputetëve që ta ushtrojnë rolin e tyre si përfaqësues të popullit. Kemi një qeveri në detyrë që përbëhet kundërligjshëm nga aktorë të cilët janë po ashtu edhe deputetë të kuvendit të Republikës së Kosovës. Kemi një qeveri pa mbikëqyrje parlamentare dhe nuk ka çfarë mbikëqyr kuvendi etj. Dhe në gjithë kjo situatë definitivisht është një situatë absurde e cila duhet të adresohet dhe definitivisht se kërkon një zgjidhje politike që të merrë vesh
tutje se si do të procedohet tutje, ose drejt formimit të qeverisë, ose drejt asoj që përmendti nëse është e pamundur drejt zgjedhjeve të reja. Po, dhe gëzim krejt në fund cilat janë pasojat për shqiptarët për vendin me mos konsumimin e kaq shumë muajve të kuvendit, përmenden milionat granteve të planit rrisës e gjithas çfarë pasoja le për vendin kjo situatë. Fillimisht, mos konstituimi i kuvendit e bën jo funksional, pothuajse institucionin më të lartë kushtetues në Republikën e Kosovës, e para. E dyta, janë qindra miliona euro, për cilat Kosova nuk mund të përfitoj për shkak të mos funksionalizimit të kuvendit të Republikës së Kosovës. E treta, qeveria e Republikës së Kosovës nuk mbikëqyret nga kuvendi. E katërta, është faza për shembull ta zome rishikimeve buxhetore, e që nuk ka kuvend që ta bëj rishikimin buxhetor. Në anën tjetër, kemi një sër çështje që kanë vështirësuar jetën e qytetarit që do duaj të kërkonin zgjidhje edhe përmes përfaqësuesve të tyre, përmes personave që ata i kanë votuar që të jenë përfaqësues të tyre në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe që ky kuvend nuk funksionon. Ka një sër ligjesh, ka një sër reformash. Mos flas tash vetëm për te të gjithave edhe në kuptim të sundimit ligjit, ka një sër reformash, një sër projekt ligjesh të cilat presin në kuvendin e Republikës së Kosovës për votim, e të cilat nuk mund të votohen, apo iniciativat të tjera të cilat duhet të çojë qeveria për votim në kuvendin e Republikës së Kosovës. Gjitha këto çështje ngrisin alarmin për një papërgjegjësi të theksuar të establishmentit politik në Kosovë, përballë vështirësive që pëson qytetarin nga mos formimi i institucioneve, në këtë rast mos konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe gëzim krejt në fund, kush është faktori kryesor për gjithë këtë situatë? Gjatë gjithë kohës, thirrë që është normalisht do duaj e gjithë kjo situatë atribuoj partisë fituese, partisë e cila aktualisht është duke udhëhequr edhe qeverinë në detyrë, por pse kemi një situatë të tillë, një barikadim të qëndrimeve ku asnjë parti, as pakisat madje ka disa raste që nuk po lëvizin prej qëndrimeve të tyre. Pse kemi një situatë të tillë krijuar në vend? E para është që duhet, përbindjen time është se duhet të ketë një proces normal drejt gjetjes së zgjidhjeve të caktuara politike. Çështja e parë do të thotë ky polarizimi i skajshëm politik tash reflektohet edhe këtu në praktikë dhe borën për këtë për nga mënyra se si e ka bërë politikën, definitivisht se ka lëvizja vetëvendosje për shkak të këtij polarizimit të skajshëm të skenës politike në Kosovë, duke pasur parasysh edhe gjuhën që ka përdorur gjatë fushatës zgjedhore. Aspekti parë, aspekti dytë është se nuk ka nevojë që të krijohen si kriza, apo të paraqiten si kriza, disa çështje që në esencë nuk janë asgjë. Tash e kemi gjetë do të thotë këtë çështjen e komisionit për votim të fshehtë që po e përdorim thjesht për ta zvarritur situatën. Është shumë e qartë, kushtetuta. Shumë lehtë të kalueshme. Shumë lehtë të kalueshme. Kushtetuta përcakton se partia e parë ka të drejtën ekskluzive për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Mirë po ai në mënyrë që edhe të ketë legitimitet, mirë po të jetë përputhje me kushtetutën, duhet të votohet nga të paktën 61 deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës. Partia e parë, e cila po ashtu në herën e parë kur formohet qeveria, do ta ketë të drejtën ekskluzive për ta marrë që t'i jepet e drejta e mandatarit. Ajo duhet që të tentoj që të bëj marrëveshje politike si për konstituim kuvendit, si për zgjedhjen e qeverisë. Mirë, po nuk po mundet me bo këtë, duhet vazhdohet me alternativa tjera që të paktën të lëshojë rrugë dhe ta zgjedh një kandidat tjetër apo kush do qoftë në mënyrë që të zhbllokohet procesi dhe jo që të dilet tash e dëgjova do thotë edhe zonin Haxhiu që thanë se edhe pas votimit të fshehtë unë nuk i marr votat, më pastaj unë tërhiqem. Do thotë një farë deklarate, po tërhiqesh se çka me bu tjetër edhe pas asaj situate. Kështu që definitivisht se përkundër faktit që ka përgjegjësi tek gjitha partitë politike, normalisht se për nga renditja sipas rezultatit zgjedhor dhe për nga fuqia politike, definitivisht se përgjegjësia më e madhe i takon partisë parë. Atëherë gëzim, falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne për të diskutuar për këtë situatë. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj interviste